Mirëmëngjes të gjithëve, i nderuar shef i misionit e ULEX-it, General Barbano, i nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë Zoti Hoxha, i nderuar drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues Zoti Dibrani, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur të pranishëm ju që punoni pa rreshtur mbi parimet e agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë, ambasador, zonja dhe zotrinj. Është gjithmonë kënaqësi e veçantë që të rikthehem në ngjarjen vjetore të organizuar nga ju, sidomos kur në fokus të diskutimit është një agjendë kaq e rëndësishme si ajo për gratë, paqen dhe sigurinë. Kosova ka dëshmuar përgjatë viteve se mund të jap shumë në këtë fushë. Pavarësisht periudhave të vështira dhe të errta që përjetoi populli ynë gjatë luftës, ne arritëm që të ringrihemi dhe të ndërtojmë lirinë falë forcës, guximit dhe përkushtimit të grave dhe burrave tonë. Kjo histori qëndrese dhe bashkëpunimi tashmë po shndrohet në një shembull frymëzimi, të cilin Kosova çdo ditë e ndon me gjithë botën. Në këtë vit jubilar që shënon 25 vjetorin e agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë, ne kujtojmë jo vetëm arritjet tona të përbashkëta në kauzën për barazi, por po ashtu reflektojmë mbi përpjekjet e pandërprera për ta quar përpara këtë mision në Kosovë dhe kudo përtej Kosovës. Ky përvjetor për ne nuk është thjesht një shënim kronologjik, por dëshmi e një kapitulli të tërë të rezistencës, të vizionit dhe të transformimit të një sistemi të tërë vlerash në sektorin që ndërlidh gratë me vlerat e paqes dhe misionin për forcimin dhe garantimin e sigurisë. Republika e Kosovës tashmë është shndruar në sinonim të agjendës për gratë, paqen dhe sigurinë si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm tonë shtetëror. Sot me krenari shohim pjesëmarrjen gjithnjë në rritje të grave tona në strukturat e sigurisë, ndërsa kujtojmë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në rrugtimin e lirisë dhe shtetformimit e shtetëndërtimit e fuqizimit të institucioneve tona në vazhdimsi. Sot dua të nderoj secilën grua që jo vetëm ka sakrifikuar gjithçka për Kosovën, por po ashtu që edhe sot ka zgjedhur të shërbejë në Republikën tonë, në forcën e sigurisë, në policinë e Kosovës, në shërbimin korrektues, në diplomaci, në ekonomi dhe në çdo sektor ku mbrohen paqja dhe ligji, aty ku forcohen edhe vetë themelet e shtetit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, barazia dhe të drejtat e njeriut janë shtyllat themelore të Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht parimet udhëheqëse në zbatimin e kësaj agjende. Këto janë gjithashtu vlerat mbi të cilat funksionon dhe qendra rajonale e ekselencës për gratë, paqen dhe sigurinë në Kosovë, e themeluar në kuadër të presidencës dhe e vetmja e këtij lloji në tërë kontinentin e Evropës. Përmes punës së saj, qendra promovon çdo ditë rolin e grave dhe vajzave në proceset e paqes dhe sigurisë. Me falë angazhimit të qendrës, Kosova edhe këtë vit ishte vend takimi liderëve, aktivistëve, aktorë të tjerë botror për trajtuar sfidat aktuale për gratë, paqen dhe sigurinë, duke vendosur në qendër të vëmendjes jo vetëm perspektivën e grave ndaj situatës së sigurisë, por edhe të brezave të ardhshëm, të cilët meritojnë një të ardhme më të sigurt e më paqësore. Megjithatë, progresi arritur nuk duhet të na përmbush meqense sfidat akoma mbeten prezente, sidomos në arritjen e përfaqësimit të barabartë në pozita të larta menaxheriale. Ju besoj e vërejtët që në fillim gati se të gjithë që i përshëndeta në krye të institucioneve ishin burra. Do të punojmë së bashku që edhe kjo të ndryshojë. Vetëm duke eliminuar barierat e imponuara ndaj grave, do të mund të avancojmë përfaqësimin e tyre në çdo institucion që merret me paqe dhe siguri, duke siguruar që kuadrot profesionale të tyre të mbeten dhe të zhvillohen brenda këtyre institucioneve, bazuar në parimet e meritokracisë. Është thelbësore prandaj që të promovojmë shembuj të suksesshëm të grave në pozita vendimmarrëse. Siç e dini, si vjet për shkak të kontributit të grave në Kosovë, vendi ynë u nderua edhe me çmimin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, çmimin vjetor pra për gratë, paqen dhe sigurinë, që është një vlerësim historik për shtetin dhe për popullin tonë, e në veçanti për gratë që për dekada të tëra kanë dhënë gjithçka për këtë vend. Do të vazhdojmë të punojmë edhe më shumë
mënyrë që pjesëmarrja e grave në çdo sektor, e në veçanti në sektorin e sigurisë, të jetë çdo ditë më me ndikim, çdo ditë më me kompetencë dhe me përfaqësim gjithnjë e në rritje. Pa gratë në tavolinat ku merren vendimet, siguria nuk është gjithëpërfshirëse. As we mark the 25th anniversary of the Women, Peace and Security Agenda, we gather today to celebrate women as well as to reflect on the progress we have made in advancing gender equality, in building peace and security at all levels. Madam President Osmani, under your visionary leadership, Kosovo has emerged as both a regional and international hub for dialogue on gender-responsive peace and security. On this occasion, I would like to warmly congratulate you on receiving the NATO Parliamentary Assembly Women and Peace and Security Award this year, a well-deserved recognition of your tireless commitment to empowering women in leadership and security roles. We all, indeed, must recognize the indispensable role of women serving in Kosovo police and correctional services, and I am especially glad to welcome many of you here today. Your presence is not only a matter of representation, it transforms the way justice and security are delivered. Women officers bring unique perspectives that foster trust and accountability in communities, particularly for survivors of gender-based violence. In correctional institutions, women's leadership promotes rehabilitation and upholds dignity, ensuring that the justice systems take into account the different needs of all prisoners to more effectively support their reintegration and rehabilitation. When women serve in these critical roles, peace is not merely maintained, it is strengthened from within, grounded in fairness and resilience. Since 2013, ULEX has actively supported the participation of women in the essential security sectors, their retention and professional development, and their advancements to management positions. With the support of ULEX, the establishment of the Association of Women in the Kosovo Police and the Correctional Service have represented the landmark achievements, providing vital platforms for mentorship, advocacy, professional growth and solidarity. These associations have empowered officers to participate more actively, to lead with confidence, and to shape policies that reflect inclusivity and respect. But these achievements have only been made possible thanks to the strong commitment of a leadership present here today, which has truly embodied the principle of leading by example, promoting a gender-responsive and transformative approach at every level. The Kosovo Police Gender Equality Agenda for 2024-2028 and the Kosovo Correctional Service Strategic Development Plan 2023-2027 both developed with the support of ULEX, and which we will hear more about today, stand as key examples of this dedication. They reflect concrete steps toward embedding gender mainstreaming, fostering inclusive working environments, and advancing gender-responsive leadership within these institutions. Vetë prezenca jonë dhe kjo gjithë përfshirjen e këtë forum është një dëshmi e konfirmimit dhe rikonfirmimit se vendosja grave në qendër të paqes, të sigurisë dhe vendimarrjes është jetike për një stabilitet të qëndrueshëm dhe jo vetëm, por edhe dëshmi se me dekada gratë ishin ndërtuese aktive të transformimit të vendit tonë, ishin aktive në rezistencë dhe aktive në rindërtimin e institucioneve që sot i shërbejnë të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Duke filluar me 36 gra policie të gjeneratën e parë të Policisë Kosovës në vitin 1999 dhe vazhduar deri më sot me 1503 gra dhe femra brenda policisë, apo me 15.18% gra në policinë e Kosovës, Policia e Kosovës ka rrugtuar pothuajse paralelisht me rezolutën 1325, ku për një qerekshekulli Policia e Kosovës ka shënuar zhvillime të rëndësishme, duke u fokusuar në profesionalizëm dhe stabilitet dhe besueshmërinë e qytetarëve, ku disa nga rritjet kryesore vlen të theksohen janë rangimi i policisë i Kosovës në raportin e Gallup International në vendin e parë në Evropë për rang publik dhe siguri dhe në vendin e tretë në botë. Rangim ky që dëshmon dhe deshifron profesionalizëm të kuadrove, angazhim në komunitet, rritje e besimit dhe bashkëpunimit me qytetarët, bashkëpunimi ndërkombëtar, zhvillimi i kapaciteteve teknologjike, reduktimi i kriminalitetit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe të gjitha këto arritje janë bërë edhe fal politikave motivuese, afirmative dhe përkrahëse të gjithë menaxhmentit të Policisë Kosovës, duke besuar dhe përkrahur fuqishëm pozitën dhe rolin e gruas në policinë tonë, duke rritur numrin e përfaqësimit të grave, duke i përfshirë në pozicione operacionale dhe udhëheqëse, duke i përfshirë në mendimore strategjike, duke i përzgjedhur dhe nominuar në trajnime të specializuara dhe të avancuara si në FBI, në sigurinë kombëtare të SHBA-s, e shumë trajnime tjera, hetime kriminale, siguri kibernetike, menaxhim emergjencas dhe të tjera. Duke pasur dhe duke dëshmuar rol në parandalimin e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve dhe duke qenë model për komunitetin. Gratë në Policinë e Kosovës e kanë dëshmuar se fal inteligjencës tyre emocionale dhe sociale kanë arritur të kuptojnë dhe të ndjejnë energjinë e komunitetit, ku me empati kanë arritur të punojnë shumë me masa proaktive dhe parandaluese, duke i humanizuar dhe demokratizuar strategjitë të qasjen policore. Profesionalizmi, guximi dhe përkushtimi i grave në Policinë e Kosovës e kanë bërë shtetin tonë më të fortë dhe më të sigurt, dhe kjo dëshmon se Kosova është bërë një zë i fuqishëm në zbatimin e agjendës gratë, paqja dhe siguria. Në përgjithësi, arritjet e Policisë Kosovës dhe të grave brenda saj tregojnë për një institucion që po konsiderohet dhe modernizohet çdo ditë më tepër, duke i përmirësuar sigurinë dhe besimin e qytetarëve në vend. Unë nga pozicioni i drejtorit të policisë zotoj se do të vazhdojmë të jemi institucioni shembull i përfshirjes, barazisë dhe partneritetit, sepse siguria vërtet nuk ndërtohet vetëm me forcë, por me besim, drejtësi dhe me barazi. Ju faleminderit shumë për vëmendjen, sukseset me temën. Një rezolut historike që ka ndikuar në mënyrë thelbësore në formësimin e agjendës globale për gratë, paqen dhe sigurinë dhe përcaktimin e rolit të pazëvendësueshëm që gratë kanë në institucionet vendimarrëse që lidhen me paqen, parandalimin e konflikteve dhe sigurinë. Institucionet e sigurisë, sipas traditës dhe vetë strukturës së tyre, shpeshherë janë konsideruar si domene që funksionojnë dhe udhëhiqen vetëm nga burrat. Të ndërtuara mbi struktura që pasqyrojnë një qasje tradicionalisht të orientuara drejt forcës. Megjithatë, në praktik janë gratë brenda këtyre institucioneve ato që shpesh luajnë një rol jetik dhe transformues. Ato sjellin një ndjeshmëri dhe perspektivë unike, veçanërisht në promovimin e të drejtave të njerëzit dhe dinjitetit dhe trajtimit njerëzor të çdo individi. Cilësi që janë thelbësore brenda mjediseve dhe sigurisë dhe përtej tyre. Nderuar President të Republikës, plotësisht pajtohem që jo të gjithë meshkujt duhet të jenë në pozita të larta drejtuese, po besoj kemi dhënë ngadishmërinë që edhe për pozitën për cilën jam unë, po dhe pozita të larta drejtuese, në vazhdimsi kemi bërë ftesë gruas brenda shërbimit korrektues të Kosovës që ta marrë drejtimin dhe të udhëheqë këto institucione. E kemi gjetur shërbimin korrektues të Kosovës me 0 pozita në nivelin e mesëm drejtues. Jam i lumtur që sot në shërbimin korrektues të Kosovës kemi me 10 gra që udhëheqin edhe departamente, edhe burgje, po edhe në nivellet e ulta drejtuese kemi me 10 të tilla. Jo vetëm për të plotësuar këto statistika, por për të përmbushur nevojat dhe pozitat për cilat dhe me cilat këto gra neve na kanë bërë krenar, dhe jam i lumtur më njoftu që sot shërbimi korrektues i Kosovës është institucioni vetëm në Evropë i cili është
pranuar në rrjetin evropian të burgjeve pa qenë Kosova antar i Këshillit të Evropës, sepse ka qenë kriteri kryesor që Kosova është antar i Këshillit të Evropës. Po ashtu jam i lumtur, mendoj me juve njoftimin se fal për kushtimit, angazhimit dhe punës së këtyre grave, sot Kosova ndan vendin e parë në botë me Singapurin, me Kanadën, me Finlandën, që është një arritje historike, natyrisht falë edhe bashkëpunimit dhe mbështetjes së EULEX-it, ambasadës amerikane dhe gjithë partnerëve tanë strategjik. Ndërsa shënojmë këtë përvjetor të rëndësishëm, letari afirmojmë për kushtimin tonë të përbashkët për avancimin e pozitës së grave, jo vetëm në institucionet tona, por në shoqëri duke krijuar politika dhe që nxisin ndjeshmërinë gjinore dhe sigurojnë që zëri i tyre jo vetëm të dëgjohet, por dhe të vlerësohet dhe të marrin vendin që ato e meritojnë në proceset vendimmarrëse. Faleminderit shumë. This concludes our open session. Let me thank again